Në episodin e radhës të Nutritional Fix do flasim për një temë shumë interesante edhe shumë të patrajtuar, edhe që sa vjen më shumë koha po trajtohet, edhe studimet e reja po bëhen, edhe më shumë gjëra interesante po zbulohen edhe po dalin dritë çdo ditë. Tema është bakteret në sistemin tretës e në zorët e barkut në lidhje me peshën. Shumë pak veta e thonë, shumë pak veta e dinë, thash është temë e re, është studim i ri, dhe do shikojmë se si ndikojnë këto mikroorganizma që ne kemi në trup, më shumë në sistemin tretës dhe në zorët tona, në peshën që ne kemi, a ka lidhje, a ka ndonjë farë lidhje këto mikroorganizma me peshën tonë, edhe nëse ka, si mund t'i ndryshojmë dhe si mund t'i rregullojmë që të na ndihmojnë që të kemi një peshë optimale, edhe kështu. Tani që të fillojmë, si fillim do të dim çfarë janë këto baktere që unë them. Atëherë në trupin tonë, në sistemin tretës, më shumë, në zorët tona, në zorën e hollë, në zorën e trash, janë triliona mikroorganizma dhe baktere që jetojnë në zorët tona. Çdo njeri i ka specifike, pra kemi lloje dhe specie të ndryshme, mund duket si gjë e shpifur, por është e vërtet, edhe do t'rregojmë se çfarë roli kanë, edhe kanë një rol shumë kyç, edhe studimet tjera po dalin që t'rregojnë një rëndësi shumë të madhe në shëndetin tonë në tërësi. Çdo njeri ka baktere të ndryshme, kompozime të ndryshme, mund t'i gjeni me emrin mikrobioma, bakteret e barkut, bakteret e zorëve, por që janë triliona organizma të vegjël që jetojnë brenda trupit ton, që ne i marrim që në momentin kur lindim, që në momentin që jemi në barkun e nënës, që nga ushqimet që ham kur jemi të vegjël, që nga ushqimet që vazhdojmë konsumojmë edhe sot, që nga ushqimet që nuk konsumojmë, nga jetesa që bëjmë, pra vazhdojnë dhe ndryshojnë edhe ndikohen shumë nga ushqimi dhe nga normalisht nga familja, mund t'i marrim baktere të ndryshme edhe nga ndërveprimi jonë me kafsh, ndoshta nga ndërveprimi jonë në ambiente të ndryshme, ndoshta nga ndërveprimi jonë me njerëz të ndryshëm, marrim baktere të ndryshme, edhe kështu me radhë. Kjo është pak a shumë një shpjegim i shkurtër se çfarë janë këto baktere dhe çfarë është kjo mikrobioma. Tani, shumë studime, siç e thash, po dalin çdo ditë që tregojnë që këto baktere kanë role shumë kyçe dhe shumë kryesore në jetesën tonë. Siç është për shembull imuniteti, gati 60% e imunitetit varet nga këto baktere, qëndron në mikrobiomën tonë, pra ka një influencë shumë të lartë në imunitet, edhe duhet ta thosha dhe harrova ta thosha që këto baktere mund të ndahen ndoshta në dy kategori, të këqija në thonjza dhe të mira në thonjza. Pra, nëse bëjmë një jetë keqe, konsumojmë ushqime të këqija, e kështu me radhë, e dini dhe ju do t'i themi më vonë, kemi më shumë baktere të këqija. Nëse bëjmë një jetë të shëndetshme duke konsumuar ushqime të cilat favorizojnë rritjen e baktereve të mira, atëherë kemi një raport më të mirë dhe raport më të lartë baktereve të mira me bakteret e këqija. Kur prishet balanca e baktereve të mira me bakteret e këqija që ne kemi në trupin ton, quhet disbiosis. Edhe është shumë problematike, kemi shumë probleme nga mbrapa që do të diskutojmë më vonë. Thash ka një rol shumë të rëndësishëm për imunitetin, ka një rol shumë të rëndësishëm për vlerat ushqyese dhe vitaminat që trupi jon merr nga ushqimi, pra ndihmojnë trupin në përthithjen e vitaminave dhe vlerave ushqyese. Gjithashtu ka një rol prapë shumë të rëndësishëm në tretjen, pra në procesin e tretjes së ushqimit. Kanë rol shumë të rëndësishëm në shumë procese fizike që ndodhin në trup, gjithashtu në shumë procese në lidhje me trurin, në dërgimin e sinjaleve, në humorin, e shumë e radhë që nuk të futem shumë thellë, por që sa më shumë studime po dalin, aq më shumë po tregojnë rëndësinë
e të paturit një florë të shëndetshme në zorët tona. Tani, ku lidhet pesha? Shumë studime janë bërë edhe tregojnë që janë parë pattern do me thënë ngjashmëri, nuk di ta them shqip, nuk po më vjen. Kush e kupton e kupton. Janë parë pattern që personat mbi peshë kanë një grup bakteresh të ngjashëm me njëri tjetrin. Dhe personat me peshë normale kanë një tjetër grup bakteresh të ngjashëm me njëri tjetrin. Pra pak a shumë, personat që janë mbi peshë kanë pothuajse të njëjtat baktere ose të njëjtat grup bakteresh, dhe personat që janë nën peshë kanë pothuajse të njëjtat baktere. Jo të gjitha, sepse janë triliona, nuk mund të jenë dy persona me të njëjtën grup bakteresh, është e pamundur, por ama kam parë disa ngjashmëri nga këta persona. Edhe shumë studim interesant që na tregon që në qoftë se në moment që ti je mbi peshë, një ndër faktorët mund të jetë që ke një grup bakteresh të cilat shtyn trupin që të jetë mbi peshë. Edhe po ta keni vënë re, shpeshherë i ndodh personave që nuk kanë peshë optimale, mbajnë një dietë, humbin disa kile, por i marrin kilet prapë mbrapsh. Thonë si ka mundësi, i mora kilet prapë mbrapsh. I ndodh gjithmonë, bëjnë dieta shumë strikte, për një kohë shumë shkurtër humbasin shumë kile, edhe më pas i marrin kilet mbrapsh dhe ikin prapë aty ku ishin. Edhe një ndër faktorët që mund të ndikojë në këtë fenomen mund të jetë bakteret që ata kanë në zorët e tyre. Sepse edhe pse ata humbën kile, ato vazhdojnë të kenë po të njëjtët grup baktere, sepse nuk është aq e thjeshtë që ti me një muaj dietë të ndryshosh bakteret që ke në zorët e tua. Edhe duke vazhduar të kesh akoma të njëjtën grup bakteresh, pra bakteret e një personi që është mbi peshë, ato vazhdojnë veprojnë, ato baktere kanë memorie dhe vazhdojnë veprojnë në të njëjtën mënyrë sikur ti je mbi peshë. Edhe ti shkon prapë aty ku ishe. Tani si veprojnë bakteret, edhe çfarë bëjnë ato që ti jesh mbi peshë. Atëherë, është një bakter i cili në qoftë se është më shumë një lloj bakteri, është i lartë në numër, atëre ndikon dhe bën që kur ne konsumojmë ushqim, trupi të thithi më shumë kalori nga ushqimi. Ndërsa edhe ky bakter është më shumë tek personat mbi peshë. Pra, në qoftë se ti konsumon ushqim, atëherë trupi jot thith më shumë dhe përthith më shumë kalori nga ushqimi, dhe më shumë kalori nga ushqimet përthithura do me thonë që ti merr më shumë kalori edhe në afatgjat do shtosh peshë. Ndërsa është një grup bakteri tjetër, pra një lloj specie tjetër, e cila nëse kjo është më shumë në numër se sa bakteri i parë, atëherë bën edhe ndikon që trupi të përthithi më pak kalori nga një ushqim. Pra, dy persona, ku personi i parë ka në numër më të lartë bakterin e parë ose bakterin e keq po themi, dhe personi i dytë ka në numër më të lartë bakterin e dytë ose bakterin e mirë që merr më pak kalori nga ushqimi, dhe personi i parë ha 100 gram patate dhe personi i dytë ha 100 gram patate, personi që ka bakterin e keq më të lartë në numër do marri më shumë kalori nga ushqimi se sa personi i dytë. Është super studim, është super gjë interesante, edhe jepet dhe përgjigje pyetjes që shumë njerëz thonë, unë thonë edhe një gjë të vogël të haj, shtoj peshë direkt, edhe ja ku e ke përgjigjen, ke një disbiosis, një disbalans të baktereve të mira dhe baktereve të këqija në zorët e tua, dhe ato baktere që ti ke në bark nuk të favorizojnë në rrugën tënde për të humbur peshë, për të patur një peshë optimale, sepse një grup bakteresh, vetëm një po flas, ndikon që të përthithi më shumë kalori nga ushqimi dhe ty të bëhet më vështirë dhe më vështirë humbja e peshës. Gjithashtu, një studim tjetër super interesant është bërë edhe është parë që tek personat mbi peshë zotron
kanë të njëjtë kangjashmëri me bakteret që kanë në zonën e barkut, siç e thash në fillim, dhe tek personat me peshë optimale kanë ngjashmëri në bakteret në zonën e barkut, por dy lloje bakteresh të cilat janë parë specifike që i kanë personat që janë peshë optimale janë apigenin dhe naringenin. Janë dy lloje emra bakteresh, janë flavonoids, janë antioksidant, shumë të mirë, por këto dy lloje bakteresh janë parë tek personat me peshë optimale, edhe kjo është një gjë shumë e mirë që unë po them, është super informacion, që në qoftë se ke sasi të konsiderueshme të këtyre dy lloje specieve, atëherë ti me shumë mundësi do predispozohesh që të kesh një peshë më optimale. Edhe këto dy flavonoids që unë thash, mund t'i marrësh tek qitro e bardhë, tek portokalli, tek domatja, tek rigoni, tek majdanozi, tek kamomili, ke mandarina, pothuajse përgjithsisht tek produktet citrus, që janë portokall, limon, qitro e kështu me radhë, tek domatja edhe kështu. Pra ky grup ushqimesh, hudhra është po, ndihmon rritjen e këtyre e apigenin dhe naringenin që unë thash, të cilat janë parë në shumë studime që i kanë në masë të lartë personat që kanë një peshë optimale. Është super studim, është super informacion, deri më sot nuk është praktikuar kurrë, nuk e ka shkuar kurrë njeriu të mendja që kamomili mund të të ndihmojë për dobësim, por të ndihmon jo ashtu siç mendojmë ne që do të djegë ndyrnat në trup, pa ma favorizon rritjen e baktereve të cilat kanë tendencë që të drejtojnë trupin drejt një peshe të shëndetshme. Tani vim dhe tek pika që nëse ti je mbi peshë, ke shumë sa më shumë kohë të kesh mbi peshë, aq më shumë ke një numër të lartë bakteresh të cilat nuk favorizojnë që ti të kesh një peshë optimale, edhe a mund ta ndryshojmë këtë gjë? Normalisht që mund ta ndryshosh me anë të dietës, e ndryshon, e rregullon, por ama do kohë. Por do flas pak më vonë se si ta ndryshosh edhe çfarë të bësh që të favorizosh rritjen në trupin tënd, në zorrat e tua, baktere të cilat të favorizojnë që të kesh një peshë optimale. Si fillim, dua të them çfarë e prish balancën e baktereve në zorët e barkut. Atëherë, si fillim, ushqimet shumë ultra të përpunuara. Atëherë ushqimet janë në formën e vet natyrale, një banane, të përpunuara, një banane e bërë smoothie, ose e përpunuar tjetër mund të jetë buka. Pra është e përpunuar disi, është marrë miell, ujë, kripë, është bërë bukë. E përpunuar mund të jetë edhe nuk e di, një kos, edhe kos është e përpunuar, është marrë qumshi, fara është bërë kos, djathi është e përpunuar, edhe gjella që ti bën është ushqim përpunuar, ndërsa ushqimet ultra të përpunuara janë që do të thotë që janë përpunuar në nivel shumë të lartë. Pra, janë shtuar ingredient kimik, janë shtuar konservues të ndryshëm, kanë kaluar procese kimike të ndryshme, pra mund të jenë shtuar kolorues, aromatizues, ngjyrues, sheqer me shumicë, kanë kaluar procese në ambiente të modifikuara me gaza të ndryshëm, i është aplikuar nxehtësi shumë e lartë, siç është vajet vegjetal që të prodhohen, kalojnë nxehtësira shumë të larta që nxjerrësh vaj nga ato lloj produktesh, edhe ke ushqimet ultra të përpunuara hyn pothuajse të gjithë prosciutto, sallam që ju thonë janë të shëndetshme, ke prosciutta të shëndetshme, janë ushqime ultra të përpunuara, kalojnë përpunime, kalojnë shumë faza përpunime, si shtohen aromatizues, shtohen ngjyrues, shtohen kolorues, që t'i japin shije të mirë, ngjyrë të mirë, teksturë të mirë, emulsifikues,
koset e frutave që blenden në market, pijet me sheqer të shtuar, lloje të ndryshme që s'dua t'i përmend, por e keni parasysh kus janë, nuk janë lëngjet e frutave, ushqimet e përpunuara, lëngu portokallit, janë ato që blen në market, ushqimet ultra të përpunuara, tjetër janë çokollatat që blen në market, çokollatat e ndryshme, çdo lloj çokolade, biskotat, patetina, brioche, pra çdo lloj ushqimi i cili po ti shikosh ingredientët nga mbrapa ka një listë gjatë edhe ka disa emra që ti s'e ke dëgjuar kurrë në jetë, janë të ultra të përpunuar. Dhe pse i shkatrojmë këto bakteret e barkut? Këto i shkatrojmë bakteret e barkut sepse ato ingredient që kanë këto ushqime nuk janë ushqim. Aromatizuesi nuk është ushqim, koloruesi nuk është ushqim, emulsifikuesi nuk është ushqim, dhe këto janë kimikate të cilat çrregullojnë bakteret e barkut, çrregullojnë shumë procese në trup, trupi nuk i njeh si ushqim fare, rrisin inflamacionin, shkatrojnë bakteret e mira, edhe është një faktorët kryesor dhe shumë kryesor që neve kemi një disbalans të baktereve të mira me të këqija në barkun tonë, dhe në vitet e fundit sa më shumë kalon koha, aq më shumë konsumojmë ushqime të shumë përpunuara, sepse ashtu është bërë dhe jeta. Një faktor tjetër që mund të ndikojë në prishjen e balancës baktereve që ne kemi në zonën e barkut janë antibiotikët që ne përdorim kur jemi smur. Tani nuk po them mos përdor antibiotik, të përdorim antibiotik, por prandaj zakonisht kur marrim ilaçe antibiotik, më mbrapa mjeku na këshillon që të marrim probiotik. Pra na jep kapsula ose janë ca flakone kështu me lëng që marrin probiotik që të zëvendësojnë prap bakteret që ne vram. Nuk do zgjatem shumë këtu sepse nuk më takon që normal do pim antibiotik kur jemi smur, na ka shpëtuar jetën. Një tjetër është thash sheqeri normalisht, një tjetër është dieta e varfër. Dieta e varfër është duke shtuar këto ushqime të përpunuara, por dhe duke patur një dietë të varfër me ushqime të cilat ushqejnë edhe favorizojnë rritjen e këtyre baktereve të mira, që do ta them më vonë. Kush janë, gjithashtu është vërtetuar dhe shtreguar që dhe gjumi i keq edhe stresi i lartë ndikojnë në prishjen e balancës baktereve që ne kemi në zorët tona. Kështu që këto faktor ndikojnë në prishjen e kësaj balance. Më të shumti janë ushqimet e përpunuara. Nëse i heqim ato nga lista, do t'i bëjmë shumë mirë edhe do kemi shumë benefite për shëndetin tonë. Prandaj dhe vjen pika tjetër që shumë njerëz thonë vetëm kaloritë janë të rëndësishme për të humbur peshë. Ti me kalori mund të humbësh peshë momentalisht, por nëse nuk ndryshon, ti me kalori mund të humbësh peshë duke ngrënë çokoladata, që thonë konsumo një çokoladë, një kështu, sepse rëndësia kanë kaloritë, nuk ka rëndësi çfarë ushqimesh konsumon. Edhe pastaj përfundon humb peshë, edhe kthehesh prapë aty ku ishe, sepse bakteret në barkun tënd i ke po një lloj, nuk ka ndryshuar asnjë gjë, thjesht ulet ca kalori, shtove prap, shkova aty ku ishe, më shumë se ç'ishe, në një zinxhir të pafundëm. Gjithsesi, tani vim tek çfarë ushqimesh të konsumojmë që të balancojmë bakteret në zorën tonë. Përpara i thash ato ushqimet me flavonoids, ato janë shumë të rëndësishme, ato janë studim shumë specifik, por tash do flasim përgjithësi. Ushqimet që favorizojnë një florë të shëndetshme në zorën tonë janë si fillim të gjitha ushqimet me fibra, të cilat quhen prebiotik. Pra, prebiotik janë ushqim për bakteret tona. Brokoli, lule lakër, bajame, lajthi, kush ka fibra, asparag, frutat kanë fibra, shumica e frutave, portokalli, ananasi, molla kanë fibra, për arme që të lëkur, perimet, spinaqi, shumica e perimeve, frutave të thata, të gjitha kanë fibra, kanë ushqim, janë prebiotik, pra ushqim për bakteret në zorët tona. Dhe është esenciale që t'i përfshijmë në dietën tonë, të zëvendësojmë ato ushqime të përpunuara me këto ushqime. Është gjëja më e mirë që mund t'i bëjmë vetes tonë. Gjithashtu janë dhe probiotikët. Probiotikët janë ushqime të cilat kanë aktualisht në vetvete baktere. Pra, kur ne i konsumojmë, i marrim bashkë me bakteret që ato kanë, duket sikur janë ushqime të shpifura, por kështu funksionon.
dhe janë ushqimet e fermentuara. Djath, kos, kimchi, turshi, kombucha, buka pamaja, buka sourdough që është e fermentuar, pra edhe vera që është e fermentuar, po që normalisht në sasi të moderuar, pra çdo ushqim që është i fermentuar, pra që kalon një proces fermentimi, përmban probiotik, pra përmban në vetvete baktere të cilat hynë në trupin ton edhe janë baktere të mira edhe shumë të shëndetshme që na ndihmojnë për të balancuar florën që kemi në zorët tona. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kesh një diversitet të ushqimesh. Pra, kur unë them fibra, mos të hash vetëm një ushqim që përmban fibra, për shembull asparagu ka shumë fibra, ose brokoli, ose spinaq, po të kesh një diversitet të ushqimesh. Pra, prandaj nuk them kot, unë 30 plus perime dhe fruta në javë. Pra 30 plus perime, si më që spinaq, brokoli, lakër, kungullish frut, çfarë perime ka tjetër, sallat, ardhra të ndryshme, pastaj fruta, portokall, moll, fruta të tjera, ananas, pastaj fruta të thata, lajthi, bajame, arra, pra 30 minimumin në javë të këtyre ushqimeve të ndryshme, edhe kjo ndihmon në diversitetin, në diversifikimin e baktereve në zorët tona, pra kemi një probabilitet më të lartë që të marrim sa më shumë baktere të mira, edhe baktere që na ndikojnë pozitivisht jo vetëm në peshën tonë, por në tërësisht në shëndetin tonë, por sot jemi fokusuar tek pesha. Këto pak a shumë. Edhe pak stres edhe më shumë gjumë të mirë, po pastaj ajo është gjë që e dini vetë, nuk mund t'ju ndihmoj me atë pjesë. Pra, që mos zgjatem më shumë, është shumë e rëndësishme që t'i vendosim dhe të kujdesemi dhe t'i vendosim fokus baktereve dhe ushqimeve që konsumojmë në lidhje me bakteret në zorët tona. Shumë pak persona e përmendim, shumë fokusohen te kaloritë, por kaloritë e keni parë shumë shpesh që të çojnë në një zinxhir, në një rreth cikël të mbyllur që nuk përfundon kurrë, do ta kapësh problemin që në thelb. Studimet e reja janë shumë premtuese, janë shumë interesante, që tregojnë që një balancë e baktereve të shëndetshme në zorët tona na ndikon në shumë procese, por atë që po flasim sot në një peshë optimale. Prandaj ndiq këshillat që unë thash, me ushqimet, vendos ushqime që unë thash, sa më shumë fruta, sa më shumë perime, sa më shumë ushqime të fermentuara, edhe buka sourdough e fermentuar, erza të ndryshme, ato perime jam, hiq ushqimet e ultra përpunuara, shumë përpunuara, hiq sheqerin e përpunuar, edhe do shikosh që gradualisht pesha jote do stabilizohet, shëndeti jot do stabilizohet, në mos për 2 javë, për 4 javë, për 2 muaj, por avash dhe dal nga dal, trupi jot do shkojë në një peshë optimale dhe do të përmirësohet i gjithë shëndeti yt. Kjo ishte.